Përshëndetje, mirë se vini në Flasim Hapur në Durrës Lajm. Durrësi ynë ka pësuar zhvillime dhe transformime rrënjësore, le të themi dhe kolosale, sepse nuk njihet më ai Durrësi i vjetër nga Durrësi i ri. Shumë prej nesh janë të kënaqur me këtë transformim, se është i pandalshëm nga zhvillimi i kohës. Por disa të tjerë kanë nostalgji për Durrësin e vjetër, siç ishte Averne Dratikut, kështu me radhë. Por, për një qytetar të thjesht, Durrësi mund të jetë i jetueshëm ose jo i jetueshëm. Po për një individ me aftësi të kufizuar, a është Durrësi, madje edhe Shqipëria, e jetueshme? Për këtë arsye, kemi nderin të kemi të ftuar në Flasim Hapur zotin Flamur Balaj. Faleminderit Flamur që jeni në Flasim Hapur. Faleminderit ju për ftesën dhe shpresoj ky emision, siç thonë Flasim Hapur, do të paraqes hapur dhe problematikat dhe njerëzit do na dëgjojnë të marrin një shembull nga kjo që ne do të themi sot. Flamur, Flasim Hapur dhe unë do flas shumë hapur, sepse e di që edhe ti flet hapur. Së pari, ka, falë Zotit, shumë qytetarë të Durrësit shëndet mirë, me aftësi të pa kufizuara, jo të kufizuara. Po. Por nuk ngren as zërin, dhe ndoshta as e jetojnë as jetën se si duhet jetuar. Pra të gjitha aftësitë që kanë nuk i përdorin. Ndërkohë, kemi ty Flamur, me aftësi të kufizuara, je në karrige me rrota, që unë nuk ja dia se emrin saktë si quhet, karrige me rrota, nëse jemi është termi dur. Termi dur. Por ti ngre zërin dhe je më aktiv se sa ata cilët janë të pakufizuar. Kjo në fakt ishte një konstatim shumë i vërtet, dhe unë e shoh këtë, por nuk dua të kaloj në atë egoizmin që të them, unë jam kështu me këtë aftësi që kam dhe po luftoj, bas edhe njerëzit që nuk e kanë këtë paaftësi fizike, mund të keni paaftësi tjetër, do të mirë kuptojmë, por realisht nuk jam shumë dakord me heshtjen, sepse unë bazohem të kjo. Në jetë kemi ardhur për jetuar. Po jeta që kur shkryuar nuk ka vetëm lëndina me lule, ka dhe male, ka dhe probleme, ka dhe pengesa, dhe du t'i luftojmë ato. Çdo njeri du të zgjoj forcën brenda vetës. Dhe unë nuk është se kam lindur kështu me këtë forcë, por duke rritur, duke kuptuar gjërat, dhe duke kuptuar jetën, mësova që për të fituar, duhet luftuar, duhet të zgjohesh fort, të punosh me veten, dhe të ndërgjegjësosh në radhë parë me botën dhe me vetën, me botën tënde të brendshme. Pastaj të zgjosh vlerat që ti ke, dhe çdo njeri besoj që i ka, ti është duhet t'i zgjoj. Pikërisht, prandaj të ngacmova, sepse doja këtë mesazh për ata që na dëgjojnë. Pavarësisht situatën që janë fizike apo jo fizike, presionit brendshme apo të jashtme, nuk ka rëndësi. Duhet ngremë zërin, duhet luftojmë, duhet përpiqemi se kjo është jeta me vështirësitë e saj, dhe të angazhohemi për të jetuar jetën dhe për të kontribuar ku? Në qytet. Në qytetin, në shoqërinë tonë që ka problematika të shumta. Jam shumë dakord. Prandaj dhe thash që duhet të zgjohet, çdo njeri duhet kërkojë të drejtën e vet, të drejtën e familjes, të drejtën e shoqërisë, të drejtën e qytetit dhe çdo gjë tjetër që na përket për të jetuar mirë dhe në harmoni. Dhe më vjen mirë, je individ që nuk kërkon as je individ që nuk kërkon as mëshirim dhe as një trajtim ndryshe, por trajtim të barabartë si çdo individ. Dhe këtu nuk jemi as për mëshirë, as sepse je në atë pozicion që je, por sepse i ftuar në Flasim Hapur për të folur hapur, zëri yt vlen më shumë. Faleminderit, shumë motivon shumë kjo gjë, sepse gjatë gjithë jetës time si aktivist, si autor i një libri që kam shkruar, jam munduar gjithmonë dhe në rrjetet e mia sociale të
transmetoj një energji barazie për të theksuar që shoqëria në botë është e barabartë. Ajo që ka na dallon është karakteri, por ajo që nuk na dallon nuk është fiziku. Fiziku është i njëjtë, shpirti, zemra janë të njëjtë. Thjesht ndryshojnë format dhe dimensionet ku gjendesh. Mendoj si jemi të barabartë. Dhe kjo luftë besoj se më ka vletur shumë. Jam duke ndërgjegjësuar shumë mirë dhe faleminderit për këtë emision që po më transmeton në këtë këndvështrim të duhur dhe të barabartë. Jena atë karrike nga lindja apo më pas në jetë? Çfarë ndodhi? Jam nga një pasojë e një mutacioni gjenetik, Po. çka dëmton muskujt dhe përpasoj është një diagnozë që më ka ulur në këtë pozita. Por forca e shpirtit te kalon i kput dhe zinxhiret më të fortë të pengesave. Flamor, se tham të flasim më afër. Kur njerëzve u ndodh diçka e mirë, thënë o Zot faleminderit. Pathuajse të gjithë. Kur u ndodh një situatë e tillë, automatikisht reagojnë o Zot përse unë. Si ka qenë qasja jote? Realisht, po bën disa pyetje që në veten time i mendoj gjatë gjithë kohës. Gjithmonë kam thënë këtë. Jo faleminderit Zot që më bërë, se askush nuk thot pse që më bërë kështu. Por kur nuk jam zemruar me këtë që Zoti ma caktoi mua. Dhe kur nuk kam thënë pse mua dhe dikujt tjetër, sepse në zemrën time, në ndërgjegjën time, unë nuk dua që tjetrin ta shokej dhe veten mirë. Më ka rënë mua dhe unë do ta përballoj, dhe shumë si unë duhet ta përballojnë. Kjo është forcë dhe integritet. Falenderoj për këtë përgjigje. Gjithashtu për pyetjen. Flamur, tani kthehemi. Sa e vështirë është për ty atje? Është e vështirë për ne ecim, apo për gjithë qytetarët e Durrësit? Rrëshkasim në plaka, pengohemi, gropa, aksesi, parkingu, probleme të shumta që ka Durrësi, se është kthyer tashmë në metropol, do të pranuar. Ka ritëm shumë të shpejt, dinamika të shpejta. Po për ty, Flamur, sa vështirë është lëvizshmëria? Rampa, tjerë që duhet keni standarde. Po. Për mua, si person aftësi kufizuar dhe gjithë personat tjerë që kanë njëjtin problem dhe gjenden në të njëjtin stad, është shumë e vështirë të lëvizësh në rrugët e Durrësit, sepse rampat nuk janë bërë. Por dhe ku janë bërë, nuk janë bërë me standarde. Është gjëja më e thjeshtë për të bërë një rampë. Nuk shpenzon për kursen, sepse kam thënë disa herë, nëse në fund të trotuarit vendos një bordur bën minimumi 20.000 lekë. Një bordur. Kuptoj. Ti nëse se vën atë, thjesht pllakat i bën me nivelim 0 dhe i shtrin. Pra bashkia kursen po të bëj punët siç duhet me standarde. Dhe lartësia një rampe duhet në nivelin 0, pra mos ketë shkallë, sepse ka njerëz me lloj diagnozash dhe ekuilibri është me përqindje. Disa nuk kanë ekuilibër fare, një pengesë e vogël bin në tokë. Pastaj karrocat janë të ndryshme. Njëra i ka gomat e vogla, njëra si ka. Pra, rampa duhet jetë me standarde dhe shoh një tendencë kundërshtimi nga zonja Mirjana Sako, kryetare e bashkisë, pasi kam kontaktuar shumë herë me të drejt për drejt, ka dhe profesion arkitekte, ka studiuar njëtin në universitet me motrën time, dhe nuk më vjen shumë keq që nuk ka zgjedhur një rrugë komunikimi me mua, pasi jam më ofruar dhe si vullnetar, duke ndjekur normat europiane të një ndërtimit të një rampe apo të një ashensori. Dhe është shumë e vështirë, rrezikojmë jetën çdo ditë, duhet të detyrojmë të ecim në rrugë. Kam dhe një përnoncim për policinë bashkiake, e cila nuk reagon për të liruar rampat aty ku janë, pasi makinat parkohen. Dhe duhet si sjellim rendin këtij qyteti, sepse mendoj se është shumë e thjeshtë nëse institucionet luftojnë fort dhe me seriozitet, sepse dhe qytetarët bëhen pastaj avokat të ligjit dhe ndërgjegjësojnë njëri tjetrin. Nëse ka ligj të fortë, nëse ka rend të fortë, nëse ka zbatim të rregullave
qytetare. Kemi shoqat të personave me aftësi të kufizuar? Po kemi një shoqat, por realisht unë jam një person shumë kritik në vetvete sepse kërkoj shumë, por nëse shoh se nuk bëhet, nuk ka të njëjtin ritëm dhe gjërat nuk kërkojnë në të njëjtin ritëm, unë distancohem nga këto gjëra sepse realisht të kauza e ndjej me shpirt dhe jam njëri i vërtet. Se do të jemi pak smart, se tham do flasim hapur. Pra një individ të shkoj ke kryetari i bashkisë nuk ndodh më as qytetet evropiane, për hir vërtetës, sepse ka një linjë komunikimi, ankimimi, propozimi të ideve etj, se për ndryshe ka sa i bie 250.000 banorë që ka Durrësi, i bie kryetari i bashkisë të bëjë një komunikim të tillë. Por po themi të jemi smart. Prandaj të pyeta për shoqatën. Pra, një shoqatë serioze, e cila bën propozime edhe nga aspekti teknik i gjërave, për ta ndihmuar dhe bashkinë apo polici bashkiake apo çfarë do lloj institucioni. Ky është për të nxitur, me leje të përgjigjem, shumë e vërtetë edhe kjo që thej, po ashtu është. Në dijenin time, shoqata ka adresuar disa shkresa. Shoqata e para të plegjikëve, disa shkresa kryetares së Bashkisë Durrësit. Dhe kemi bërë shumë takime sensibilizuese me njëri tjetrin, në disa takime me organizatë dhe ka qenë përfaqësues bashkisë me 10 herë. Problemi pra jonë është i adresuar, por zbatimi nuk ka filluar. Pra, ne kemi diskutuar disa për bashkinë që të ketë akses. Bashkia e Durrësit sot nuk ka akses për një person me aftësi të kufizuar. Realisht unë kam kërku komunikim për të zbatuar, për të ulur, edhe për takuar njerëz kompetent për këtë. Por nuk kanë zgjedhur rrugën e komunikimit. Edhe i bëjnë me shumë probleme pse unë kam kundërshtuar. Përveç rampave, që kjo është e kuptueshme. Çfarë shqetësimesh tjera madhore ka, se ndoshta ne nuk i vëmë re dhe nuk i dallojmë, por ju i vuani çdo ditë. Cilat janë problematika e tjera? Problematika e tjera janë edhe stacionet e transportit publik. Dhe automjetet e transportit publik urbanët nuk janë pajisura me rampa. Kanë dhe rampa, por kompanitë që operojnë kanë zgjedhur t'i mbyllin dhe nuk i hapin. Përveç kësaj kemi problem me institucionet. Institucionet e Durrësit nuk kanë rampë. Sot kemi Aloizin që s'ka rampë, kemi Bashkinë e Durrësit që s'ka rampë, edhe ISSH-ja vetë nuk ka akses. As dhe shërbimi social nuk është shumë i përshtatër. Gjitha institucionet që i përkasin qytetit nuk janë përshtatëra. Pastaj, shoh dhe diçka tjetër që bizneset e reja që hapen, restorante, bare, Bashkia e Durrësit nuk i ka quar një shkresë për të plotësuar standardet, që toaleti të jetë i mjaftueshëm, me distancën e duhur teknike, të dyreve dhe të lëvizshmërisë dhe akseset e toaleteve. Trotuarët nuk kanë vizime për njerëzit e verbër. As transportet publike, semaforët nuk kanë zhurmë akustike për njerëzit që nuk shohin. Duhet kemë në akustik me volum. Ka shumë gjërat. Pra Flamur, ti has vëshësi kur kalon në rrugë? Po. Në rrugën edhe vijat e bardha, kur i kalon. Po dhe ato. Ti has vëshësi për të shkuar në institucion publik, për të marrë dokument, për të bërë një pyetje. Ti has vëshësi transport, për të shkuar në Shkëzet, për të shkuar në Tiranë, që pyetja është si ja bën për të shkuar në Tiranë. Ti has vëshësi me restorantet, me banjot. Si ja del? Kur dalin, do dalin me plan. Por unë mund të them personalisht i kam kushtet se kam një makinë përshtatur, por nuk flas gjithmonë në aspektin personal. Unë mendoj dhe për tjerë që si kanë mundësit, se kanë ekonominë, s'kanë makinë personale, mbase s'kanë dhe shoqërues, njëri të shtëpisë, sepse desha të kësoj. Dhe pagesa e shoqëruesit për persona me aftësi të kufizuar është aq e ulur sa nuk mjafton
që të vi asnjë orë në ditë një shoqërues. Sa është? Është shumë e ulët. Se thëmë flasim hap. 130.000 lekë, 13.000 lekë të reja. 13.000 Po, lekë të 13.000 reja lekë të reja. në muaj. Në muaj. Për një person Po, të jetë non-stop. po, kaq është pagesa sot aktualisht, ndërkohë që shohim qeverinë shqiptare që thot asnjë pagë nuk do të jetë nën 500 euro. Paga minimale është 500 euro, ose si që kanë thënë ata me euro. Ndërkohë që, po themi, pak a shumë, 130 euro merë sot, Kuptoj. plus minus. Pra, Po jemi shumë largë. da jush personalisht. Cila është mbështetja që jep shteti, bashkia, institucionet? Shteti, vetmja gjë që jep është pensioni që ne marrim, pagesa e paaftësisë. Pra, totalisht është me mbledh gjitha, është marrim 3.000 lekë rimbursim energjie, marrim 13.000 lekë për shoqëruesin, dhe pjesa tjetër është paketa higjiene sanitare dhe përkraja, ndihma, si quhet sot pension, s'doja ta teksoj kështu, por ky është termi. Kjo është shuma, pra një person i kategorisë parë tetraplegjik afërsisht merr 48.000 lekë, maksimumi në muaj. 49.000 lekë. Në muaj. Total. Dhe dalim tek a bëhet Shqipëria. Sepse përdoret shpesh dhe ta lidh këtë dhe me kandidimin tuaj. Duke përveçuar forcën politike, Shqipëria bëhet në vitin 2025, zgjedhjet parlamentare. Çfarë të shtyu? Tani unë besoj gjithë e kuptojnë çfarë shtyu. Gjitha ato që ti sapo the. Por më thuaj pak për atë përvojën, kandidove për deputet. Po. Si ishte si përvojë? Je i kënaqur? Shumë i kënaqur. Po. Realisht, si ishte a bëhet Shqipëria, gjëja parë që më ka rënë sy të kjo lëvizje, Po. ishte kur u titullua lëvizja Shqipëria bëhet. Po. Kjo më shtyu për t'i parë gjërat dhe për t'ja analizuar lëvizjet e tyre, aksionet e tyre që nisën si organizatë. Por me zotin Adriatik Lapaj, unë isha njohur më përpara te protestat e naftës në vitin 2022. Po. Dhe realisht më ka ndihmuar për të marrë fjalën pas unë shkova nga Durrësi. Me ndërhyrjet e tij më ndihmoi. Dhe më pas jemi takuar si shok në për stadiume kur ka luajtur kombëtarja jonë. Dhe më pas, pash që morën një nisëm me mbledhjen e firmave, 20.000 firmave për ta kthyer në një lëvizje politike. Dhe në fakt unë e vlerësoja si avokat, si aktivist, flisën nëpër studio, dhe pash që unë e gjej veten aty, pasi mendoj dhe ëndra ime është që Shqipëria bëhet, du ta shoh bërë sa jam në këtë jetë. Si? Bëhet me idealist. Më fal, Flamur. Pra, fjalë të bukura ti, fjalë të bukura unë, se po trajtojmë si miq apo jo. Tamam. Pyetja është si? Se vazhdojmë gjatë me ideali, atëra, me dashuri, me ndeshmëri, me integritet, të gjitha mbiemra dhe fjalë të bukura, të cilët tani janë hyrë ke termi i fjalorit politik. E saktë. Fjalori është e vërtet, mund të jenë retorika të dëgjuara shumë herë, por unë them kështu, pikë pari, si duke larguar të kasë politike që kaq vite thjesht ndrojnë njëri tjetrin si gur shau, por nuk janë shumë gur, janë thjesht dy mbretër. Kanë hequr mbretreshën dhe kanë zvendësuar, kanë bërë fushën e shaut me dy mbretër. Ata janë që i njohin gjithë, që kanë 35 vjetë, që ndrojnë njëri tjetrin. Realisht, nuk na kanë premtuar shumë persona. Janë vetëm 4. 4 që gjithë i dinë. Fatos Nano, Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta. Nuk kemi ndruar gjë tjetër, thjesht 4 persona që janë zëvendësuar me njëri tjetrin. Dhe nuk është e pamundur që Shqipëria të bëhet.
duke besuar në individ të rinj, duke besuar në lëvizje të reja, në parti të reja, se mbasi një ditë do të bëhet realitet, sepse thjesht ne kemi besuar te 4 persona dhe duhet provojmë shumë e më shumë që Shqipërinë ta bëjmë duke sjell në garë meritokracinë, duke sjell vlerat dhe mendoj që Shqipëria e ka bërë këtë gjë, duke futur në garë listat e hapura, pavarësisht se tentuan t'i mbyllin, por tentuan një manovër për të hedhur por sistemin që ka kapur peng vendin, duke tentuar t'i hapin listë pavarësisht se ligji s'ia lejonte, bën një teori duke futur pjesërisht me lista të mbylla për të tërhequr dhe për të hapur, dhe pam që politika e vjetër bëri çmos për ta kapur këtë pozicion të kjo parti, dhe sot jemi këtu ku jemi, por mendoj se duhet japim shans partive të reja, që mos rrim peng i të vjetrës. Sa shansi dha Durrësi partisë suaj në zgjedhjet e 2025? Durrësi dha 4.500 ca vota, dhe mendoj se nuk janë pak si parti e re, sepse të gjithë kandidatët pothuajse ishin të rinj dhe të paprovuar në politikë. Dhe unë mendoj që ky ka qenë një hap i parë, dhe mendoj se do dalin shumë më mirë në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të jenë ato. Ka shumë për të folur këtu, po nuk duhet të ngacmoj në aspektin politik të gjës. Mu kam dëshirë. E ke dëshirë? E shumë dëshirë. Do të zgjatesh realisht shumë tek kjo. Sa dëshirë është. Por doja disa mesazhe më shumë të drejtë për drejta njerëzore dhe për qytetin, se do kemi shansin, dhe do kemi zgjedhje vitin që vjen, e pastaj këtu jemi, në flasim hapur, do flasim hapur të gjitha këto gjëra. Ke kryer studime? Realisht do të them hapur, flasim hapur. Sot aktualisht unë nuk jam me arsim të lartë. Sepse pasoj e kësaj mungese ka qenë ky shtet që nuk ka plotësuar normat e transportit publik, e lëvizjes së lirë, e ofrimit të kushteve dhe të lehtësimit të problemeve tona. Arsyeja ka qenë kjo sepse unë jetoja në periferi dhe e kisha të pamundur të shkoja në shkollë të lartë për të ndjekur. Prandaj të pyeta, sepse është një nga penalitetet e tjera që bëhet një individi me aftësi ndryshe apo me aftësi të kufizuara, ndikon dhe tek arsimi. Tashmë kemi shkolla për hir vërtetës, që shkollat sot fillore, të mesme dhe Universiteti i Durrësit i ka rampat dhe ka aksesueshmëri në këtë, por në rritjen tuaj, në formimin tuaj të mëhershëm nuk i ka patur Shqipëria. E vërtet. Është fatkeqësi të ju ndikoj ju tek edukimi, kjo është. Shumë e saktë. Pikërisht kjo ka qenë arsyeja, madje edhe pse unë nuk e kam të nevojshme, sot Universiteti Aleksandër Mojsiu rampat i ka falë këmbguljes time, se kam bërë disa herë protesta që ai universitet të pajiset me rampa. Sepse, siç thash, nuk i shoh gjërat në këndvështrimin tim personal, por në këndvështrimin si aktivist që ja do të mirën këtij qyteti dhe vërtet lufton për këtë qytet, dhe realisht Durrësin e kam në zemër dhe domethënë është qyteti që nuk e ndroj me asgjë në botë. Ka shumë e do Durrës? Shumë e dua Durrës. Kam pas shumë mundësi të iki jashtë. Nga jem origjinë se teksi nuk e ke Durrësa? Unë me shpirt jam dursak, me origjinë jam nga Puka. Kur ke ardhur? Kam jetuar në Has dhe në Durrës kam ardhur në vitin 93. Por realisht Durrësin e shoh, sepse unë Shqipërinë e dua nga Konispoli në Vermosh njëjtë, njësoj, pavarësisht ku jetoj. Durrësin e dua sepse më pëlqen klima që ka, deti që ka, kam luftuar për ta pas shtëpinë në det fal familjes, mbështetjes dhe punës që kam bërë vetë. Bashkarisht kemi blerë një shtëpi, një apartament, që ka një panoramë shumë të mirë dhe jam administrator e atij pallati dhe për mua kjo është jeta. Gëzoj një horizont mirë me pamje nga deti
Dhe kjo është një nga forcat më të mëdha që kam. Detin e kam shok motivim për gjithçka. Pa detin s'do jetoja dot. Njerëzit e Durrësit, banorët, qytetarët e Durrësit, si sillen ndaj jush? Banorët, qytetarët e Durrësit janë njerëz të qetë, njerëz me norma, me kulturë. Jo kot, jemi një qytet 3000 vjeçar. Durrësi gëzon njerëz me vlera të jashtëzakonshme. Jo vetëm të gjithë Shqipërisë dua ta kanalizoj vetëm me Durrësin, por vetë klima, deti, qetësia që ka Durrësi, njerëzit janë më të qetë. Por realisht unë do t'i këshilloja që t'jenë më aktiv, të kërkojnë më shumë, pasi kemi një qytet kaq të bukur, me një histori të jashtëzakonshme arkeologjike, dhe me një shtrije të papar gjeografike, kemi gjitha, kemi kodër, kemi pyll, kemi det, kemi plashe pa fund, dhe duhet ta ruajmë këtë qytet dhe ta punojmë së bashku për të mirën e njëri tjetrit. A mund t'i shtosh këtij mesazhi shumë të bukur dhe një mesazh tjetër për kategorinë e personave cilët kanë aftësi ndryshe apo janë me aftësi të kufizuar, por që janë në dëshpërim të jenë në pozicionin e një force dhe integriteti të lartë si njeri. Çfarë mesazhi ke për ta? Unë mendoj që edhe pse unë dukem i fort, i motivuar këtu ku jam, nuk jam bërë thjesht. Kam luftuar shumë brenda vetes. E di që shumë njerëz mbase nuk i kanë mundësi, nuk mund të lëvizin, nuk mund të dalin, nuk kanë njëri të ndihmojë, por duhet gjejnë mënyrën të shpërthejnë brenda vetes dhe të kërkojnë lirinë e tyre, të ngrejnë zërin. Nëse s'munden, unë jam zëri i tyre, të kërkojnë ndihmën time, kontaktin tim dhe të qohemi së bashku për të drejtat tona, të kërkojmë lirinë tonë, të plotësojmë kushtet tona jetësore të duhura dhe tepër thelbësore. Unë jam këtu për t'i dëgjuar, jam zëri i tyre dhe do të luftoj për t'i nxjerr nga ajo botë që mbase nuk është e duhur për ta. Flamur vazhdo ngrihet zërin. Patjetër që po. Nuk do të dalem kurrë. Nuk je vetëm. Ka shumë zëra që janë ngritur e do ngrihen dhe nuk je vetëm. Shpresoj për këtë. Unë të ëndroj çdo ditë që njerëzit të jenë sa më kërkues, ta duan të mirën në qytetit, në plotësojmë kushtet, jetojmë të qetë, të lumtur me kushte normale. S'kërkoj gjëra të jashtëzakonshme. Kushte normale, një qytet që funksionon, që nuk përmbytet, që nuk ka rrugë pashtruara, që nuk ka problematika të shumta, se të vogla çdo qytet i ka, por të eliminohen disa gjëra që ne na kufizojnë. Ketë më shumë liri, më shumë rend, më shumë siguri, se po shohim se po ndodhin gjëra të tmerrshme në qytetin tonë. Çdo ditë goditet një person me biçikletë, goditen fëmijë, po ndodhin gjëra vetëm nga neglizhenca jonë, nga heshtja jonë dhe normalisht heshtja më e madhe dhe kompetencat i kanë institucionet që duhet të reagojnë. Por si shoqëri ne mund t'i bëjmë gjitha së bashku, duke reflektuar, duke mbështetur njëri tjetrin, duke votuar me mend në kokë, mendoj unë. Vota është arma më e mirë për të arritur në demokraci, për të bërë zhvillim dhe për të integruar vendin drejt Bashkimit Evropian dhe për të bërë si shtetet tjera që ne kemi fqinje dhe që funksionojnë më mirë se ne. Flamur, ka një keq kuptim në tërësi, në qytet, Shqipëri apo në gjitha shoqëritë, që është forca e shumicës, pra shumica vendos. Ndërkohë e vërteta është tërësisht ndryshe. E vërteta është një shoqëri është emancipuar, është në demokraci dhe është me integritet, pra gjithë shoqëria, kur respekton minoritetin, ata që janë në minorancë. Pra në këtë rast, e gjithë shoqëria jonë, kur nuk respekton, bazuar mbi ligjin, mbi standardet
e rrugës, e kushteve etj. Persona të cilët janë të pak në krahasim me pjesën tjetër të shoqërisë, atëherë kjo shoqëri nuk është e plotë dhe nuk është as e mëshirshme dhe as demokratike. Unë uroj që të gjitha institucionet e gjithë shoqëria jonë ta ketë vëmendjen së pari tek ju, për të siguruar ju një jetë normale, sepse gjërat jo normale apo gjërat e jashtëzakonshme çdo njeri i bën jetën e vet. Ne duam atë bazikën dhe ju të cilët janë mëse të merituara. Pra është e drejta juaj të keni këto gjëra normale dhe bazike. Shumë e saktë. Realisht këtu njihet një shtet. Tu shihet sa vepron dhe çfarë bën. Nëse shtresat sociale të njerëzit që kanë probleme me ekonominë, me pamundësi për të punuar, me probleme të shumta fizike, këtu duket forca e shtetit. Si funksionon shërbimi social, si funksionon spitalet, si janë kushtet e personave në nevojë dhe pastaj nëse ti mendon për pjesën në nevojë, me siguri aty ka arritur dhe shtetbërjen më të mirë. Çka sot dhe 35 vite, kategoria person me aftësi të kufizuar endet dhe nuk gjen drejt askund, nuk gjen liri askund. Duke theksuar dhe ligjin 93, 2014, për aksesueshmërinë dhe lehtësimin e kushteve të person me aftësi të kufizuar, është një listë shumë e gjatë me problematika dhe me kushtet që janë premtuar për të lehtësuar, por sot dhe kësaj dite nuk ka ndodhur asgjë. Shumë pak janë bërë. Në ligjin 93, shumë pak nene të këtij ligji shumë pak janë bërë. Mos them as pak. Mos thuash. Mos them as pak. Jemi në nivelin 0. Zbatoni ligjin, institucionet përkatëse thjesht zbatoni ligjin. Mos bëni shkencë, mos nxjerrni justifikime, zbatoni ligjin 93 të vitit 2014 që përcakton ne pas neni të gjitha kriteret dhe gjërat që duhen vënë në zbatim për lehtësimin e jetës dhe kushteve normale të personave me aftësi të kufizuar. Patjetër, të zbatohet ligji për çka është firmosur dhe miratuar nga Parlamenti Shqiptar. Duhet të plotësohen kushtet minimale sa më shpejt, sepse jemi në pikën e nevojës. Flamur, faleminderit që fole hapur në flasim hapur dhe jemi pritur të flasësh hapur sa herë do kesh dëshirë të flasësh hapur në flasim hapur. Faleminderit shumë edhe për pyetjet, për prezencën. Gjitha jam shumë i kënaqur për këtë intervistë. Shpresoj ta shohin sa më shumë, të ndikoj sa më shumë, që ne si shoqëri të reagojmë e pres këtë gjë. Falenderoj gjithë stafin dhe gjithë shikuesit që na ndoqën. Por nuk mund ta mbyllim pa thënien e javës, që është traditë tashmë. Mund përzgjedhësh një, të lutem? Po. Çdo gjë që një mendje mund të imagjinoj dhe të besoj mund të arrijë. Napoleon Hill. Po. Kjo thënie që përputhet shumë dhe me të intervistë që ne bëm bashkë të diskutuam. Çdo gjë që një mendje mund të imagjinoj dhe të besoj mund të arrijë. Është e vërtetë. Mund të arrihet. Çdo gjë që ne besojmë dhe ndërrojmë mund të arrijmë nëse luftojmë për të arritur, nëse mundohemi të zgjohemi brenda vetes. Flamur Balej, faleminderit që ishim flasim hapur. Të jemi pritur në episodet të tjera. Merci. Faleminderit që na ndoqët, më takojmë në episodin e radhës.